Platforma statistikore Futboll Micdata ka publikuar përditësimin më të fundit të pikëve të FIFA-s pas skuadrave evropiane që pritet të jenë pjesë e play-offit të Kupës së Botës. Sipas vlerësimit, renditja e vazove mbetet ende hapur për disa kombëtare, ndërsa Shqipëria pozicionohet aktualisht në vazon e tretë me 1405 pikë. Deri më tani kombëtarja shqiptare qëndron e sigurt në këtë grupim, por lëvizjet e fundit në renditje mund të ndikojnë të kundërshtarët e mundshëm në short. Në krye të renditjes së vazove të para ndodhet Italia, Turqia, Ukraina dhe Polonia. Në vazon e dytë përfshihen Skocia, Hungaria, Walesi dhe Slovakia, e cila ka kaluar check-in, por duhet të shmang humbjen ndaj Gjermanisë për të ruajtur avantazhin. Kështu Slovakia, e cila në ndeshjen e parë mundi Gjermaninë, bëhet një kundërshtar i mundshëm për Shqipërinë. Vazoja e tretë përbëhet nga Çekia, Rumania, Shqipëria dhe Kosova, ndërsa hyrjet nga Liga e Kombeve vendosen në vazon e katërt. Sipas Futboll Micdata, disa skenar pritet të përcaktojnë renditjen finale. Polonia qëndron përpara Walesit nëse fiton ndaj Maltës, ndërsa Rumania mund të parakalojë check-in vetëm në 2 fitore, me kusht që çekët të marrin 3 pikët ndaj Gibraltarit. Analiza ofron edhe probabilitetet për secilën skuadër që ngjitet në vazon më lart, shanset për të pritur një gjysmëfinale play-off dhe kundërshtarët më të mundshëm.